Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja te kemi sërish në këtë të diel, së bashku këtu tek fati ynë. Është java e fundit e këtij muaji dhe ne do t'ju flasim për datën 24 deri më 30 nëntor, për të parë pra se si do t'jetë java në vijim, çfarë kanë parashikuar yjet për secilën prej shenjave dhe gjithashtu se cilat do t'jenë shenjat më me favor, cilat do të kenë prioritetin dhe mundësitë më të mëdha, por nga ana tjetër dhe sfidat apo ato sekretet që duhet të dimë për ta përballuar javën dhe për ta mbyllur atë në mënyrën sa më të mirë të mundshme, sepse nuk mund ta mbyllim muajin pa pozitivitet dhe pa mbarësi. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi, diel të mbar. Dhe fillim javë të lumtur. Për fat mirë e kemi të lumtur këtë javë. Në shumë drejtime. Është shumë bukur kur dëgjoj fjalë të tilla, kur më thua që fundjava do jetë e lumtur, e mbar, me mbarësi, pozitivitet, se në fundit këtë duan edhe njerëzit. Po, kjo e diel mbas emisionit që mbas orës 10, 11, 12, 1, është mirë që të bëjmë bisedime, takime të rëndësisë veçantë, do me thënë që do pim një kafe pa sheqer, se sheqer na prish punë. Jo na prish punë shëndet, jo. Por neve duhet të jemi të kthjellët në atë që duam të themi në bisedimin që do bëjmë. E pranojmë se pranojmë, nuk ka ndoshta po sikur, sepse java që vjen është një javë perfekte, një javë që do ta ketë zili gjithkush në lidhje me çështjet e tyre që ata kanë për të zgjidhur gjërat e tyre. Dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Por le të hedhim një sy herë të përgjithshmes. Dhe ju urojmë teleshikuesve kudo që janë që na ndjekin, dhe kjo është kënaqësi, sepse është vlerësimi, është juria që unë them e teleshikuesve, mbarësi në çdo aspekt dhe javë shumë e mirë. Bini pas mos ma lini pas dore. Ndjekim tani çfarë ndikojnë planetet dhe këndet që bëjnë ato. Për të gjithë javën. Po. Atëherë, fillojmë me datën 24. Soni dhe i shënoj, kam të shënuar. Patjetër, po. Data 24 që formohet një trekëndësh me Mërkurin në retrograd nga Akrepi dhe Jupiteri në Gafore. Do të thot mundësi, do të thot një trekëndësh i mrekullueshëm që favorizon komunikimin, lajme të këndshme, tregtinë, studimet, çështjet e transaksioneve, blerje, shitje, që kemi të bëjmë intervista dhe udhëtime. Sigurisht, në marrim konsiderat sepse kemi ndikimin e Mërkurit në retrograd, po ja çfarë bën? Është në retrograd dhe është në retrograd. Atëherë si ka mundësi që është në retrograd dhe pasa ka shumë gjëra të mira, sepse këto që them unë këtu, blerjet, shitjet, dikur ka bërë blerje, por në zhargonin shqiptar që neve themi e ka me të futme. E pra kjo do dali jashtë çdo gjëje, do thotë, dish punë, do trokasi vetë se e di problemin. Ai që e bëri këtë gjë. E thotë, dish punë, po kemi bërë një gabim këtu, ne? Do ta ndrejkim. Ja, ky është Mërkuri. Kjo të kuptojmë pse është në retrograd. Është tjetër gjë, kur kemi një martesë, kur kemi fejesa, kur kemi gjëra sepse të dikton. Atëherë ti mos e bëja ditë që është Mërkuri në retrograd ose Jupiteri, po të flasim edhe për këtë, për martesat e 2026-s. Do kemi shumë gjëra që do t'i flasim vetëm këtu. Atëherë në lidhje me këtë çështje do të marrim në konsiderat dhe ndikimin pra kësaj të retrograd, por kryesisht pozitivisht që ndikohen në këtë ditë, kemi ndikimin e Gafores, Akrepët, Peshqit dhe Diçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja, kanë ndikime shumë mira për këtë ditë, pra ditën e parë të javës. Kemi datën 25. Mërkuri në retrograd në Akrep që formon një kënd me Afroditën në Akrep, kjo është një kënd shumë pozitiv, megjithatë ka të bëjnë shumë me ndikimet e punës dhe lidhjet me pengesa. Lidhjet me pengesa që do të thot një kënd shumë i dobishëm dhe diskutime romantike për të zgjidhur problemet, që do të thot Gaforet, Akrepët, Peshqit dhe Diçit të parë dhe të tretë, si gjithashtu dhe shenjat e ajrit, siç janë binjakët, siç ka të bëjnë shumë në lidhje me ujorët, dhe Diçit të dytë, kanë ndikime fantastike. Kështu që për sa i përket peshorëve, një shenjë ajri kanë pasur një ndarje, bashkohen, sepse është ky moment, pra ja çfarë ndikohet në këtë drejtim. Dhe kjo do thotë që mundësitë janë shumë të mira për të zgjidhur problematikat, për të zgjidhur çështjet që ata kanë, dhe është momenti i hartë në këtë drejtim. Por do t'i vënë veshën sepse këto janë ato që planetet japin dhe koha e duhur për rregullimet. Kemi datën 26. Çfarë ndodh në datën 26? Kemi Afroditën nga Akrepi, që formon një trekëndësh me Jupiterin. Kjo do thotë një kënd jashtëzakonisht me fat, optimizëm, kohë të mira, entuziazëm, suksese, marrëdhënie, financat dhe shumë gjëra të tjera. Shenjat e zjarrit ka një ndikim favorit në këtë dhe shenjat e ujit. Shenjat e zjarrit siç është Dashi, siç janë Luanët dhe Shqetari. Shenjat e ujit që kanë bënë shumë janë Gaforet, kanë ndikim të madh, Akrepët në anën tjetër, por gjithashtu dhe Peshqit të Diçit të dytë, ku është një mundësi shumë e artë për lëvizjet dhe ndryshimet që ata kanë. Gjithsesi kanë pasur probleme në të shkuarën, por tani është momenti më i mirë i mundshëm për të zgjidhur. Një vëmendje të veçantë pra tek data 26. Po, unë i marr me data sepse duhet kemi një përshkrim, kemi një të shikojmë diçka
parë se për shenjë, Patjetër. kur e kemi të përgjithshme, është e përgjithshme dhe duhet të sqarojmë disa gjëra, se presin dhe njerëzit në këtë drejtim për sa i përket ditëve. Kemi datën 28, kur nuk i them datat me 27, 28, 29, ku diun, janë këndet që bëjmë planetën këto data, mund të ketë një kënd, dhe këtë e themi. Kemi datën 28, ku Saturni kthehet në rrugtimin e drejtë, se Saturni ka qenë në retrograd. Kthehet në rrugtimin e drejtë. Saturni është mësuesi i universit. Është ai që është prokurori i përgjithshëm europian që ka çekiçin, jo i një shteti, po e përgjithshme që ndodh. Këtu ndodhin ligjet, këtu ndodhin ndryshimet, këtu ndodhin mundësitë. Njeriu që i është bërë pa drejtësia do marrë një të drejtë 10 fish. Njerëzit që kanë probleme me drejtësinë, probleme me pronën, probleme me kësaj natyre, trokasin dhe marrin zgjidhje. Disa raste thonë, tani sa flitet kështu nuk i vëre. Kur vjen momenti, nuk isha kohë. Ato nuk ta ka fajin Saturni. Pra ne themi, Zoti ta bjerë riskun të ndera, duhet ngrihesh vetëm ta marrësh. Edhe kështu që kjo ka të bëjë shumë në lidhje me këtë ndikim. Duket se kjo ka të bëjë nga ana tjetër kemi shumë kohë për të përgatitur, sepse Saturni në shenjën e peshëve na mëson në instinktet tona, veçanërisht të kemi besim dhe të zgjidhim çështjet e vështira. Dhe na jep rrugën në shtitje që do kalojmë, që të jemi të sigurt dhe të saktë në ato që bëjmë. Por gjithsesi, ndikimi që ka të bëjnë dhe mundësitë që i jepen, është një mundësi mjaft e mirë dhe çështjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën, me ndryshimet e mëdha, është momenti më i mirë i mundshëm në këtë datë. Kemi datën 29. Mërkuri kthehet në rrugën e duhur, në datën 29, ku ka të bëjnë shumë në Akrep, mbas 3 javësh ulje ngritje që kemi pasur me çështjet e punës dhe të karrierës, por disa keqkuptime që kemi pasur me Mërkurin, dim shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Vini re juve, sa debate janë bërë. Ja, pothuajse, qysh nga data 10 ose data 7, dhe 7 nëntori deri tani. Edhe vazhdimësia, do kemi akoma debate papritme. Paprit pas ndodhin, edhe me kokat të larta të shtetit. Shikojeni, dhe kjo do të thotë ka ndikime sepse ndryshe bisedoj, ndryshe flas me ty që më keq kupton. Edhe thu, me vërtet do ke drejt. Dakor që gjenet zgjidhja, por derisa gjetet zgjidhja çfarë bëhet? Këtu shpërthen gjithçka gabimisht. Edhe thotë, është njësoj që i thua bantit, më fal se të vrava, thotë, më fal se kuptim ka pastaj. Prandaj duhet të flasim, duhet të bisedojmë me gjuhën e mendjes, jo të forcës, se forca nuk piu i sot. Pikë, të gjithë edhe më i dobti ka intuitën e vet. Nuk mundesh ti, se është i dobët edhe je ti i fort. S'ka të fort. Ka gjuhën e mendjes, po, e përdor më të mirë, kush ta përdori më të mirë. Dhe kjo do të thotë indikim, kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në lidhje me çështje. Po çfarë na sjell data 29? Kur Mërkuri që është në rrugën e drejtë, do të thotë, kush ka pasur probleme, për shembull, me transaksione, me bankat, me vonesa që kanë pasur ose për të marrë para, gjërat e kësaj natyre, udhëtimet, dhe kjo do të thotë do përmirësohen gjërat dhe do jenë më mirë dhe shumë pozitive në këtë drejtim. Kemi gjithashtu që një nga ndikimet më të mira të datës 30, dita e fundit, që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, me Afroditën Akrep, që është një me Uranin në Dem, ku ky kënd ka të bëjë me marrëdhëniet, partneritetet, financat, zhvillime të papritura, dhe kjo do të thotë që nga ana tjetër ndikohen shumë. Dhe kryesisht ka një ndikim financiar që duhet të mbylli si çështje. Në fakt, kemi të bëjmë me Demin, Akrepin, Luanët, ujorët edhe ditët e parë ose ata kanë ascendente, sepse ndodh paradite kjo. Duhet të gjenet një zgjidhje. Pastaj mbas orës 14:30, po kemi një trekëndës që bën Afrodita me Akrepin dhe Neptunin, në Neptun, dhe Neptuni me Akrepin ka një ndikim shumë të mirë sepse zgjidhin disa problematika shumë të mëdha, dhe kjo do të thotë, sepse Afrodita në Akrep, por në anën tjetër Neptuni jep zhvillime të ndryshme në mendime dhe në ndryshime si ka intuita. Neptuni ka intuitën, dhe kjo do të thotë e ëmbëlson disi nervet ose debate që bëhen, ulen dhe kjo zgjidhet problemi. Kjo do të thotë favorizon shenjat më pozitive që kanë bënë shenjat e ujit, Gaforja, Akrepi, Peshit, të Liçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këtë shenja, duket se kanë bënë mjaft dhe pozitivitet. Dhe kjo do të thotë që kemi në këtë ditë kaq të rëndësishme, ditën e fundit të këtij muaji, ku kemi Afroditën, planeti i ekonomisë dhe i bukurisë, i dashurisë, kalon në shigjetar. Imagjinoni në shigjetar, që do të thotë momente kyçe, në perspektivë, optimizëm, marrëdhënie, çështje pune, çështje karriere, që do bisedohet shumë,
shenjat si që janë Dashi, Luani, shqiptari, pse janë të shenjat e zjarrit, sepse futet në shenjat e zjarrit, futet në shqiptar. Atëherë kemi mundësinë ekonomike. Edhe pse të pak të shqyrzotit të shqiptarët kanë një shans më shumë se dorë shpuar gjithmonë ta. Prish shtej dera ne, janë dhe pak si gjuri furi, nuk e diskutojmë, por janë shumë të kujdesshëm në atë që duan bëjnë. O bëni diçka dhe din shumë mirë se si dhe çfarë duhet të thonë në atë që duhet të marrin, dhe e marrin me lezet. Dhe kjo do thotë që është diçka që pa zhurmë bëhet puna. Nuk është puna që të bisedojmë unë e ti për disa sekrete, po sekretet tonë ti marr vesh Anglia, nuk shkon, dhe ti marr vesh brenda mureve, jo jashtë mureve, kështu që kjo do thotë shqiptarët e kanë durimin, sepse janë në frikë në fakt në realitet, por kanë mundësinë dhe kohën e duhur përse përket realizimeve të planeve. Pra ja kjo është java e lumturisë, kjo është java e begatisë, e gjërave të mëdha. Kush e dëgjon, kush merr informacionet në dobit vet e merr. Kush tjetër nuk e duhet, flen gjumë, s'ka problem, kur zgjohen, shohim çfarë do bëjmë. Të falenderoj Jorgo dhe sigurisht të falenderoj për gjitha këto elementet pozitiv që na sollen në fokus, sepse ku ka më mirë të dish që do kesh një javë të mbarë. Mirë po unë nuk mundem të qëndroj pa të pyetur. Kjo java e fundit e këtij muaji do të jetë super e mbarë, po si të duket muaji që po vjen? Është muaj festash, si duket? Nga parashikimet e tua, do jetë një muaj i mbarë, po aq sa që mendohet nga kjo fryma e festave, apo do kemi edhe... Atë do kemi edhe. Do kemi edhe? Po, arsyeja. Vini re juve, mos marrim më larg se 3 vjet, se njëri mban mend që në klasë parë, po marrim 10. Vitin e shkuar. Çdo vit, A kemi muajin e festave neve që është dritë, gjithandej, kënaqësi, shikon, ndjen një farë energjie. Por 80% të njerëzve nuk janë të kënaqur. Nuk janë të lumtur. Por pse? Pse? Arsyeja. Edhe unë këtë dua të di. Sepse çdo njeri në këtë tokë, shqiptarët tonë, vëllezër dhe motrat tona, që kemi vuajtur gjithkohës dhe nuk po mundojmë të gjejmë rrugën, e dim se kemi bërë vetë me krahët tona dikur, por me që është prishur, është ndryshuar erozioni, është prishur klima, edhe është bërë, nuk e gjen dot se ku është, por mundohet që të gjesh një drejtim. Çfarë ndodh në këtë aspekt? Kemi përpara vitin e ri, 2026. 2025 për disa që nuk janë mbyllur disa çështje kanë ngelur në letër. Problemet çështje nga më të mëdha. Vete tek dera troket i ke bërë nder, nuk të hapet. Mundohesh pastaj me veten tënde. Çfarë ndodh? Kur bëhet një banket ose ne shqiptarët të shkretë kemi këtë që japim atë energjinë tonë tek tjetri, edhe i thrasim me bankete, me kudiun. Por po të kuptojmë ti bëjmë një analizë nga njerëzit që me njohje me instancat larta. Njerëz që njohim për shembull që ka vende kemi bërë ndere dhe themi me veten tonë, kemi bërë ndere, pakën nuk po kërkojmë shumë, po kërkojmë atë që ne vetë jemi në anën tonë dhe të kemi një indikim pozitiv. Mirë po, kur kuptojmë pastaj harxhimet që bën njerëzit, nga gjitha anët duket se i ftuari nuk është ai që e thërret, po i ftuari ai që e bën. Sepse nuk ka, çfarë do bëhet? Çfarë ndodh në këtë pikë? Duhet që të kuptojmë kur kemi lindur vetëm dhe do vdesim vetëm, gjatë gjithë harkut kohor të njerëzve, duhet bëjnë një gjë. Të kuptojnë vetveten e tyre të mos ta marrin për pse ka tjetër s'kam unë. Ajo është gabimi më i madh që bëhet. Në çdo aspekt, në punë, në biznese. Imagjinoni sa keni parë ju ku kaloni në rrugë me emra të ndryshëm biznesi. Filan thot, nëse nuk i përket asgjëje. Do thoti po pse, po vura një emër keq, unë atë një emër tjetër atje, do falimentojnë? Jo. Por energjia është, ajo jemi energji. Jemi diçka që neve pse mendojmë ne? Këtu mos bindu se të bim grop. Po ne shohim, atëherë po nga ndronë me bien grop, logjike është, nuk e ke fare atë idenë asaj, i përshtat ju. Asaj që ti je. Edhe ta garantoj me 1.000.000% se është sekret kjo këtu. Astrologjia çfarë thot? Planetet çfarë ndikojnë? Në kohë thot behu i drejt, dhe tjetri shtrën për tjetri. Sepse drejtësi nuk ka luma i që ka. E ke. Vere re pastaj ti. Ata që pastrojnë për inat, nuk janë ditën tjetër. Dhe fshihen nga memoria. Ai që është me vështirësi, ku diun, është gjithë jetës. Le të jetë në punë. Ka fizikun, sepse lëviz. Ka nganjëherë fukarallëku me të pasurin janë dy gjëra kryesore në gjithë botën, në njerëzimin. Por duhet kuptojmë, sepse i pasuri është 4 faqe të murit.
nuk e ka loz apo diun. I varfër fëmijët janë atje në lëndin të madhe ose në fusha të mëdha. Kur sa i tjetri thot fëmia, unë shoh atje, po atje kanë të tyre, ne kemi këtë kaq dhon kemi, ne jemi me kallçuk. Kurse ka origjinal, to plastiku po është origjinal. Pejlecka është origjinal, është fiziku. Atë çfarë do të bëjmë? Jo në kanape, jo në ulur ku diun, lëvizim, do të lëvizim sepse rrezkun prandaj themi ngreu herët, marrësh rrezkun. Jo të ngrihesh të trish 2 orë në kafe, e thot ka zoti. Vetë e hap biznesin afër tjetrit 10 metra, secili ka fat riskun e vet. Po riskun e vet e ka, po zoti të ka dhënë mendjen, ta shpërzosh për mirë. A ke mundësi të ishe 200 metra larg? I ke bëj atje. Do të vijë ai po e patë ti mallin e mirë, origjinal. Do të vijë kudo që ti jesh. Dhe ti je i pasur i padukshëm, jo i pasur i dukshëm, sepse nuk i reziston energjisë negative. Prandaj them unë gjithmonë, jo ekspozimit, jo gjërave të tjera. Prandaj ky muaj ka këto gjëra. Duhet pasur kujdes, mos u ekspozomi, çdo gjë që kemi për veten tonë, e mbaj për veten tonë, nuk ka nevojë ta di tjetri që unë kam probleme. Ose nuk ke parati do vesh te dikush që trokas e ke ndihmuar. Ai ti ke dhe fare. Nuk ta ngjerë telefonin. A ky si ishte dhe s'pas ka lek për ngër bukçat. Nuk hyn punë më thot ai. Ky thot e ka mundsinë. Kujdes të këto gjëra. Dhjetori ka këto gjëra dhe duhet pasur kujdes. Po patë kujdes, me këmbë tok ta garantoj 100% 2026 është lumturi, begati dhe jo vetëm. Këtë doja të thoja në fakt, edhe pse dhjetori duket pak si një muaj pra që duhen thjesht përmbyllur ose realizuar gjitha ato gjëra që mbeten si peng nga viti që jemi aktualisht, por që ne nuk duam t'i marrim ashtu të paplotësuara në 2026. Duhet kujdes, sepse dritat gënjejnë. Jeni të bindur për këtë, jo gjithçka shkëlqen është flori. Sepse vetë edhe një bie rrezë diellit, por rrezë është më fort rrezë diellit se sa ajo çka është atje. Është teneqe. Megjithatë 2026 ne kemi të mbar. Patjetër. Ndjekim ciklin dhe rikthehemi në studio për të vijuar me parashikimin e 12 shenjave. Jorgo, fillojmë me parashikimin për shenjat? Do fillojmë me shenjën e parë. Fillojmë me shenjën e dashit, kurse shenja e dashit ka një ndikim mjaft pozitiv për sa i përket kësaj jave, siç e tham dhe në fillim në hyrje të këtij emisioni, kësaj jave është një javë që ndikon, por në fakt të kësaj shenje ka një ndikim shumë të madh, sepse shenjat e zjarrit kanë përfitime, sidomos nga fundi javës, siç e tham, ka dhe gjëra të tjera, ndryshime mjaft të mira, sepse stabilizimi dhe kërkimet që ka të bëjnë shenjës së dashit janë pozitive dhe mundësi të arta në lidhje me punën. Kurse në fushën e disa ndryshime që do të kenë në lidhje me punë do ndryshojnë vend pune, sepse përgatiten tani për dhjetorin. Mirë po, do ishte mirë, unë ju them këtyre shenjave, të gjitha shenjave, se muaj nëntor ka qenë një muaj me të mira dhe të vështirësitë e veta, por gjithashtu ka një ndikim sepse mund të prishin disa ekuilibra, por gjithsesi është ndikimi pozitiv në vazhdimsi. Mirë është që lëvizjet që do të bëjnë, ose nga një shtet tjetër, ose lëvizje shtëpi, do ishte mirë që të presim me gëzimin ton, shpirtin ton, energjin ton, 2026 në të bëjnë çfarë të duan pastaj, por në ndonë dhjetojnë, le ta mbyllin çfarë të keqe të hiki, çfarë e mirë le të ngeli, që të japi forcën për të arritur në finishin e 2026 dhe kohës së duar që ka të bëjnë. Gjithsesi, shenjës së dashit ka një mundësi shumë të mirë për stabilizuar punën dhe ekonominë, kurse në fushën e dashurisë, edhe pse ka një ndikim shumë të madh me peshore, sepse peshore gjithmonë të tre ditë që kanë ndikime të mira, mundësitë që kanë në lidhje me dashin, por kanë pasur dhe debate, problematika të ndryshme, por kjo i zgjidh problemet, nuk i mban, duke pasur parasysh Marsin. Kurse në anën tjetër peshorja që jep disa ndikime, sepse Afrodita që ka ndikim shumë të madh tek peshorja dhe ka një mundësi të artë në lidhje me kuptimin e plotë punës, sepse duke pasur parasysh ndikimi i Afroditës me Saturnin, ku jep një mundësi shumë të mirë, Afrodita që është guvernatori i peshores, kur jep dhe një mundësi me Marsin për të zgjidhur një problem të dashurisë që kanë pasur, ose kanë pasur një shkëputje, për një arsye apo për tjetër, për grindjet e këto debatet, është momenti tani që gjërat të zgjidhen në mënyrë të mirë të mundshme, për sa i përket çështjeve të dashurisë. Do shkojmë tek shenjë toke tani, do shkojmë tek shenja e Demit, edhe pse Demi ka një ndikim mjaft të mirë, ndikim që lidhet me ekonominë, lidhet me stabilizimin, sepse baza është stabilizimi ekonomiko-financiar, por Demi ka pasur shumë çështje të lëna pezull, por vjen një moment tani
kjo javë është java e mbylljeve të problematikave të ndryshme. Gjithashtu ka të bëjë me një çështje që lidhet me bankat. Lidhet me bankat ka një mundësi, një mënyrë tjetër të kuptimit të asaj çka do të bëj dhe kohës së dur që kanë lidhje me ekonominë. Nëse çështja e transaksiones ose çështja e bankare, Demi mërzitet shumë sepse është vetë struktura e Demit, sepse ka afërditën tani të guvernatorin e vet dhe do të thotë që unë jam këtu sepse dua të realizoj një plan në jetën time. Mirë, po planet që bëjnë do t'ju thosha të shenjës së Demit që të mos i bëjnë planet në mënyrë të papritur se të pamenduar mirë, sepse mërziten shumë sepse kanë pikën e referencë, kanë mërzitjen. Po të vjen re 90% të shenjës së Demit mërziten për një fjalë goje, imagjinoni ju që pse ma the këta, por kam gabim vet ose e marrin nga vetja e tyre, një gjë që s'është asgjë, është zero. Këtu të futen, këtu të dalin. Nuk të duhet çfarë thot për jashta, po çfarë thua ti në brendësi të shpirtit tënd dhe çfarë ti përçon jashtë me energjinë tënde. Kjo është baza dhe kjo do të thotë që Demi ka indikim shumë të mirë si në punë dhe në karrierë. Dhe mirë është se nëse është në nivel në lidhje me rol drejtues, supozojmë, është mirë që mos të dëgjoj çfarë thon dyjaja, çfarë thon njerëzit, por të merret direkt me personin që bisedon ose flet me të për arsye të punës ose ecurinë e punëve të tyre. Por gjithsesi asnjëherë jo të marrë lajme të rrema, se nuk i dihet burimi atë informacioni dhe mund të keq kuptohet dhe me personin që bisedon, personin që firmos edhe prish terezin e vet. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet me akrep është ndikimi më i mirë, sepse kanë mundësinë, kanë rëndësinë e veçantë për sa i përket çështjeve që lidhen me anën e dashurisë ose njohjeve, ka mundësi shumë të mira. Pikërisht kjo javë është java e zgjidhjeve dhe e dashurisë së munguar në lidhje me çështjet. Në të shumta raste koha ka treguar që po të vini re në dashuri jemi pak mbrapa me gjërat që ndodhin për arsye të punës, për arsye të mërzitjeve, për arsye të gjëve, por dashuria duket në plan par një vështirësi më vete, po është për ata që kuptojnë, o për ata që punë e madhe, dal ku dal, nuk është dal ku dal, sepse është energji që harron se ku ve këmbën edhe bie për dhe nuk ngrihesh dot më. Ngrihesh, po ngrihesh për vështirësi. Pra duhet pasur kujdes në këtë, sepse kur e ke në dorë diçka, duhet ta vlerësosh. Nuk e vlerësove atë që ke, por nuk e vlerësove atë që ti po të jepet energji. Dakor, nuk të duhet, nuk ka nevojë të përdorësh forcën e krahut ose të fillosh nga ana tjetër e errët. Çdo njeriu atëherë ka përfunduar personi që e bën këtë gjë ose flet nuk e kupton, por do kuptoj pak më vonë. Duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt. Për fjalët mund të thoni sepse një fjalë zëvend është dhe kjo energjia që përçon, e kalon, e kap edhe staritë. Nuk është çështje magjike, është çështje planetare, është çështje kuptimi të jetës. Nuk kemi neve bëjmë magjira këtu, nga mi letër themi kjo thot këto. Kjo nuk është astrologji. Kemi ato që janë të prekshme, them unë. Po, patjetër. Dhe ndikimet janë të mira, sepse një ndarje që ka pas edhe diçi i tretë i shenjës së Demit me akrep, por e zgjidhin pikërisht këtë javë. Do vijojmë tek shenja e radhës tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, që janë binjakët, por binjakët nga njëra anë kanë ndikimin e mirë sepse këtë javë Mërkuri në rrugtimin e drejtë, ku zgjedh problemet të komunikimit, ku zgjedh problemet me punën, me çështja kontratash, por do t'i thosha të shenjës së binjakëve që mirë do ishte në punën e tyre, sepse nuk janë të kënaqur me anën ekonomike financiare, në lidhje me disa gjëra që presin disa para, por nuk po i marrin dot, vazhdimësia, që është korrekte, nëse je korrekt me tjetrën, është gjë tjetër edhe, sepse nis një punë, vazhdon edhe në anën e drejtimit të saj, të ekonomisë, të stabilizimit, të konkretizimit të një çështje pune të madhe. Lëvizjet që kanë bëjnë për këtë, unë ju them të gjitha shenjave, por tek binjakët njerëz, se binjakët kanë pasur shumë probleme me çështjet ligjore, shumë probleme në lidhje me udhëtime të largëta, çështjet ekonomike, gjëra këto do zgjidhen sepse bëhen gati përgatiten për muajin dhjetor, që muaji dhjetor do ketë dhe shumë gjëra të tjera në brendësi të vet për të mbyllur një herë mirë këtë çështje dhe është koha më e mirë mushë për sa i përket çështjeve që lidhen me anën dhe pozicionin e planeteve, është një moment shumë i mirë dhe pozitiv. Në çështje shpirtërore, edhe pse kanë përballë shqiptarin, por shqiptari nga ana tjetër jep disa mundësi të arta në lidhje me takimet dhe vendimet që mund të merrni, është koha më e mirë e mundshme për sa i përket lidhjeve, për shembull me 1002 të shenjës së shqiptarit, ka pasur diçka shumë të madhe në lidhje me takimet. Prandaj juve të kësaj shenje bëni pa kujdes mos shqetësoni fare sepse është koha më e mirë e mundshme për sa i përket stabilizimit dhe çështjeve që ata kanë. Kështu që ka ndikim shumë të mirë për sa i përket kësaj jave. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji që boll ka vuajtur me punën, me kontratat që nuk janë realizuar, edhe një udhëtim
i pa realizuar, që do të thotë gaforja. Gaforja ka ndikime të mira, ka pozicionin e planeteve, ka mundësinë e artë që lidhet me punën në lidhje me këto të ndërshtetërore që ka bëjë me paran, për shembull, ka një biznes madh, nuk kanë marrë ato bonus i jep shteti ku diun se natyre është momenti i tyre. Është një moment mjaft i mirë tepër pozitiv ku do ta zgjidhin pikërisht në këtë javë është mjaft e mirë. Por në rastin konkret, një kujdes të veçantë do të bëjnë sepse kanë lënë pak pas dore dashurinë. Është lënë pas dore dhe kjo do të thotë që është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në lidhje me çështjet që kanë bëjnë, me kohën që ata kanë dhe momentin e duhur në çështjet e tyre. Gjithashtu ka një ndikim shumë të mirë. Ky është një ndikim që lidhet shumë me ndikimin edhe me britçapët të diçit të tretë, ku është një moment mjaft i mirë në lidhje me njohjet, në lidhje me takimet, nga një udhëtim, gaforja që mund të ketë, është momenti më i mirë i mundshëm që mund ta zgjidhë ai takim që mund të bëhet i papritur, mund të jetë dhe e ardhmja e artë në altar të familjes. Pra është britçapi. Ka të bëjnë shumë, pra gafore. Britçap ka ndikime favorite. Vijmë tek një tjetër tani, do shkojmë tek një shej zjarri që ka të bëjnë shumë tani pikërisht në këtë javë, që ka një moment kyç që do të thotë luani. Luanët kanë mundësinë dhe kohën kur dielli jep sinjale pozitive, që dielli do të thotë në ndikimin e masë, dielli ndodhet në shigjetar dhe ka një moment shumë të mirë dhe tepër pozitiv sepse janë mjaft të ndikuar luanët në fushën e karrierës së tyre, por tani ka ardhur momenti që ata të zgjidhin gjërat ashtu siç duan ata. Një çështje ligjore merr fund në problematikat që ata kanë pasur, ose ka diçka tjetër që mund ta zgjidhin direkt, gradualisht në anën e karrierës së tyre, në punën e tyre, dhe momenti që është tani është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizues, konkretizues në ata që ata duan të bëjnë. Megjithatë, në anën e dashurisë kemi të bëjmë luan ujor, që është një mundësi shumë e mirë. Një shenjë zjarri me një shenjë ajri ka një ndikim shumë mirë. Janë ndarë, për shembull, kanë pasur probleme, domethënë të rinjt që kanë një njohje, në vend që ta kthejnë lidhje serioze, bëjnë atë nevriklëkun sikur unë jam mundi. Pastaj thotë, "Os di kam asgjë, më mirë se nuk mos e humbas, i bie telefonit." Po, mund ta bëjnë. Nuk është keq sepse ti i kërkon dhe një herë e falë për atë që ka ndodhur, është në të mirën tënde. Mos jemi fodulla, mos jemi mendje mëdhej, sepse asnjëherë nuk mendje madhi dhe ai që bëhet te tip fodulli që nuk pyet për tjetrin, ka përfunduar, mos i vë re, po vë re asaj që sado që mund të flasi paksa, ndryshe, mos e merr për keq. Je i Zotit ta mësosh, të mësoj, nuk është turp të mësoj se ta mësosh në lidhje me se qysh për jetën, sepse është një bashkëveprim, një ndikim për jetën dhe jo për tashmen e për momentin, por është për të ardhmen, për familjen e shëndetshme në vazhdimsi. Dhe kjo ka të bëjë shumë për sa i përket ujorëve me luanin që është shenja që po flasim. Do vijojmë tek shenja e radhës tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që ka pasur shumë pengesa gjatë rrugtimit dhe udhëtimit vet, që kjo do thotë Virgjëresha. Por Virgjëresha gjithmonë e themi dhe kemi thënë që Virgjëresha ka shumë ndryshime, ndikime të mëdha, por në anën tjetër, ku është problemi i kësaj? Problemi është sepse ndryshe mendon, ndryshe gjykon në këtë periudhë. Është periudha me të drejtën e vet, sepse shumë gjëra nuk janë zgjidhur. Ka qenë në rol drejtues dhe është hequr me pa të drejtë. Ka qenë në një punë që të tjerët flisnin për të zënë vendin e punës. Dhe këto dy gjëra kryesore zgjidhen pikërisht tani. Për dikush do t'i vi keq sepse kesh një firmë ti me 100 veta, ku ta kuptosh sepse kush dhe se si. Ty të thotë dikush që e ke të besuar në thonjza dhe ti e heq nga puna. Kur ai s'ka asgjë, përveç se ky që të tha, do të marrë dikë që ta zëvendësoj. Pra do të pasur shumë kujdes në këto gjëra, do të jemi shumë korrekt me këto gjëra, të merremi me personin, atë që kemi dhe ai që po ikën, mund ta marrësh, ta pyesësh arsyen, e do të thotë ndryshe, krejt ndryshe. Po. Kjo është e gjitha historia që ndodh. Pa drejtësi për Virgjëresha deri më tani. Si do të jetë në vijim? Vazhdimësia. Ajo që do. Asgjë për të shqetësuar. Nuk ka vend për të shqetësuar, por asgjë nuk bëhet fjalë. Është java e riparimeve, e rikuperimeve të plagëve të së shkuarës. Dhe kjo do të thotë që është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur çështje problematike. Lidhjet që kanë bëjnë me peshk. Me peshk që është shenjë uji. Dhe me një shenjë toke, bëhet nami. Dhe këta kanë një rrugë dy punë, me një plumë vrasin dy zoj këta, sepse kanë dhe djalë dhe vajzë, kështu që presin një shtatzani është e mundur të realizohet dhe të kenë dokumenti dumë se realizohet. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja ajrit tani, tek një shenjë që është kripa dhe piperi, mundësia dhe vazhdimësia. Kjo do të thotë shenja e peshoreve. Për peshoret, mund të flasë gjatë gjithë ditës sot, sepse është diçka shumë pozitive, edhe pse jemi
në stinën e vjeshës prapme, por ka i diçka, sepse dielli djeg. Përshë djeg, futemi tek gjërat konspirative. Jo, është ajo që ka them, sepse rrezja që bën, pastërtia që kanë, është momenti për sa përket shenjës së peshoreve të zgjidhin problemin e tyre. Dhe kjo është diçka shumë e madhe dhe është momenti që çdo gjë ndodh për një arsye apo për tjetër dhe është momenti më i mirëmundshëm për ta zgjidhur këtë problem. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me një shenjë zjarri, që është një diçka shumë pozitive, madje është edhe koha e duhur si në lidhje, si në njohje, si në bashkëjetesë, si në martesë, që do të thotë me shenjën e dashit. Dhe nëse këta kanë pasur, nuk them unë që si do shkruajnë tjetër, o jo, unë nuk kam shenjën e dashit. A thua ti se e vendosa unë tani firmosa dhe është shenjë e dashit, por për ata që janë them unë, ose kanë pas probleme me këtë shenjë, mund ta zgjidhin sepse është diçka më të ardhmë mund ta shikosh, jo mund ta shikosh në vazhdimsi, të shkosh jo në moment, as momenti nuk sjell asgjë. Është e punë e verës, në fillim të duket ndryshe, kur ja një vit, 2 vjet është ndryshe. Ja pra diferenca. Të kuptojmë dhe këtë gjë sepse është diçka shumë pozitive, për sa përket peshore, dash është pozitive. Po, edhe mund t'ja tregosh me ato busullën që ke, thjesht për t'ja treguar vendosjen që kanë... Po, këto janë në ndikime për shembull. Se duket interesante, se kur thua dashin, do të thonë bën lidhjen me njëri. Kemi peshoren, po kemi dashin. Lidhjet që bëhen, koha që është momenti më i mirë i mundshëm, po ta kuptoni sekretin pse është kështu, do flasim një moment tjetër se ka të bëjë shumë planetet, por koha kur dashi ka planetet në peshore dhe peshore ka planetet në dash. Nuk ka shanse, nuk u bën magji kur kush njeri. Në këtë botë jo, në botën tjetër nuk e di unë. Por në këtë botë më harrojeni këto gjëra që u grindët, sepse grindën edhe i thot vetë tek një atje dhe i thot më kanë bërë magji, ta hequ magji çfarë diskuton ti. Asgjë s'pa përveç se përfundon punën dhe i prish të Terezi tjetër dhe i shton disa gjëra që nuk i ka. Prandaj sa mund gjithmonë heq dorë nga mashtrimet të tilla, mashtruesët. Gjithsesi, koha tregon që kjo lidhje është lidhje solide dhe është diçka shumë pozitive për të ardhmen e tyre. Do vijojmë tani tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, por me ndikime shumë të mëdha. Do lodhen pak, për sa përket kësaj jave, do lodhen sepse shumë punë, shumë gjëra. Kur je mirë, kur ndihesh mirë, ndihesh i lumtur, nuk e ke problem punën, lodhjen. Absolutisht, përkundrazi, është lodhje e kënaqshme. Ndikimet që kanë bënë për shembull akrepët gjithmonë notojnë në ujëra të errta. Jetojnë në vende që rrezikojnë. Po mirë, nuk dinë ata që mos rrezikojnë? Jo. I paraprin për rrezikut, i paraprin problematike. Kur themi ndonjëherë jemi në një kohë që është qetësi përpara stuhisë. Akrepi e di se çfarë do të bëjë. Stuhia çfarë është dhe i ka marrë masat. Mirë ata që nuk e kuptojnë, sepse koha që vjen dhe mundësitë që janë, nëse do flasim për moment tjetër për çfarë ndodh, pse do ndodhi. Në rastin konkret, përsa përket shenjës së akrepëve, ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë që ata kanë, është një moment shumë i mirë në lidhje me dhjetëdijën e parë të shenjës së demit, sepse demi si shenjë toke dhe shenjë uji që është akrepi, u jep mundësi për të zgjidhur çështje problematike. Edhe pse nga një anë akrepi flet me sy, nuk flet me fjalë, kurse demi është me këmbë në tokë dhe çdo rrufe që vjen është si të gëzuar, nuk i futet asgjë gjem në këmbë. Kur ka i na demi me të gjembelan, por tref mes pazarit. Ka demi këtë gjë, mirë ban. Por në rastin konkret, akrepi e di këtë gjë, sepse demi ka fuqinë e mendjes, ka drejtimin dhe drejtësinë e vet, dhe asnjëherë demi nuk të tradhton në lidhje me çdo gjë që merr përsipër. Flasim për njerëz që janë në rëndësinë e vet të jetës, nuk flasim për rëndësitë për momentale. Se këto momentale kemi, shikoj Zotit, kemi plot, por do të kuptojmë psen edhe arsyeën. Duhet i thrasim arsyes, sepse ajo na jep mundësinë të kuptojmë pse gabojmë. Në rastin konkret, ka një arsye, mund shumë të madhe, sepse akrepi nga një anë ka pasur shumë probleme, shumë debate dhe lodhje, siç e thash, por në anën tjetër qetësinë do ta gjej tek demi, dhe demi është ai që e ndikon dhe rrezaton në anën e tyre. Gjithsesi, e përgjithshme duket se kanë një mundësi të mirë në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që përputhet me shumë gjëra, do shkojmë tek Çelësi universal.
nuk ka nevojë që të kemi 100 çelësa, por është universale e kodon ku duash. Kjo do thotë shigjetari. Shigjetarët kanë pasur, po të vini re shigjetarët, ose mund të pyesni shoqet e tua ose miq që keni, shigjetar nuk e kupton që a ka problem, as ka problem. Kur? Sepse nuk i nxjerr në treg gjërat e shtëpisë. Kur nuk i nxjerr në këtë botë. Gabimi fatal është që nuk duhet që me që se jemi të shqiptarët kanë Jupiterin, pra Jupiteri dhe ndikimi i Saturnit që i jep shanset dhe mundësit dhe i jep sinjale që ti mos të rego këtë gjë. Po të vini re, shoqet e tua, shokët apo ku diun, a ju të regon shumë sekrete? Që nga njëra anë ju e keni mua bet kafeje, por në anën tjetër, ke zbuluar gjithçka dhe je zbuluar fare dhe do të kapi një grip me 40 temperatura dhe nuk të ull as medikamenti. Çfarë du të bëj? Gjithmonë e themet madhe. Dhe këtë e themet të kuptojnë njerëzit, që nuk duhet sekretet familjare, sekretet vetvetes, nuk duhet t'i themi kurkujt, sepse ja themi asaj që jemi ne, që jetojmë, jemi ne të vetmit, që e kemi, dhe krijuesi që neve na ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Krijuesi nuk na ka thënë neve sekretin tan, sekretin tim ta nxjerrim në shitje. Nuk nxjerrë shitje, nuk blehet dot. Ai sekret që ti nxjerr qoftë një, edhe puna unë zura me ku di unë X-in. Ose për çfarë zudu? Por për këtë për ata. Energjia është futur, është pasuruar, është updateuar. Atëherë vjen momenti, grindesh pastaj pa qenë asgjë. Grindesh, është magjike kjo. Ç'është magjika këtu? Këtu ka magji sepse është energjia ajo që ti, nuk është se po të ka bërë magji, jo. Është kjo që ti e ke bërë vet. E ke bërë vetes. Atëherë mos e bëj. Shqiptari këtë ka. Nuk ta jep asnjëherë atë kënaqësi. Ta garantoj 100%. Prandaj lum ata që kanë shigjetar apo shigjetare dhe mirë ata që nuk e dinë vlerën. Në anën tjetër, ku mund të ishte shigjetari në fushën e punës së karrierës? Po është në shumë drejtime. Dhe mbani sekret për veten e vet dhe mirë bën në këtë aspekt. Po gjithsesi në lidhje me dashurinë ka të bëjnë shumë në lidhje me anën e vazhdimësisë të palidhurit ose të lidhur kanë ndikim shumë mirë me binjak, që kanë shenjë ajri dhe kanë një mundësi të ardhmë. Jo vetëm kaq, por meqenëse ka të bëjnë dhe një ndikim shumë mirë me Tegaforia, ku është Jupiteri. Jupiteri është planeti i fatit dhe zgjerimit, guvernatori shqiptarit u jep mundësi dhe garanci në jetën e tyre. Vijojmë tek shenja e radhës, do të thotë britçapët. Britçapët si shenjë toke që janë, kanë një mundësi mjaft të mirë, sado që të grindën, juve mund të dini shumë miqë dhe mikesha që keni britçap dhe lidhjet që kanë bënë, si mund ta bësh dhe lidhjen me kë shkon më tepër, para të bësh astrologët, ta kanë thënë. Po. Kesh mundësi? Jemi në rrugë të gjatë rrugës, po. Jemi gjatë rrugës, do të mësojmë gjitha këto. Ajo që do të thënë pse? Sepse britçapi me shenjat toka me shenjat e ujit shkojnë shumë në planetet që kanë më tepër. Kanë për shembull planetet e britçapit janë tek planetet e shenjës tjetër, shenja tjetër ka atje. Por në rastin konkret në lidhje me punën, janë të shkëlqyer në punën e tyre. Ekonomistë të shkëlqyer, mjeksi kanë mundësinë të bëjnë disa udhëtime jashtë shtetit ose i dokument që e marrin pikërisht këtë javë. Është koha më e mirë e mundshme për ta stabilizuar. Gjithashtu kanë një ndikim shumë të mirë në lidhjen e dashurisë, kanë me Gafore. Gaforia në njëra anë kërkon dashurinë, kërkon familjen ku britçapi ka vetë këtë në brendsinë e vet, nuk e shfaq, është sillet si nuk i intereson snob domethënë, por në shpirtin e vet vuan shumë, i vuan zemra se e di çfarë kanë në jetën e vet dhe kjo është kënaqësia më e madhe që kanë të bëjnë. Sado që të grinden, këta me njëri tjetrin nuk bëhen, po pa njëri tjetrin nuk jetojnë. Kjo është baza e familjes, e flitet gjithmonë për familjen. Në anë të tjera duket se ka një pozitivitet. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e ajrit, që do thotë ujori. Nuk diskutohet se te themi, domethënë është momenti më i mirë i mundshëm në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime që merre, koha është për ujorët. Ujorët kanë këto 3 ujor e kanë pasur me ulingritet e tyre, por në anën tjetër kanë mundësinë që zgjidhin çështje problematike. Dhe kjo është diçka shumë e madhe, një harkohor që është momenti dhe mundësia për zgjidhur çështjet që të pazgjidhshme dhe momentet janë tani në këtë periudhë. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luantë dhe diçit të parë, që kanë të bëjnë shumë sepse kanë përballë dhe një shenjë zjarri me një shenjë ajri kanë momentin dhe kohën e tyre. Do vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja e ujit, që do thotë peshqit. Mirë, po peshqit kanë atë komunikimin, kanë mundësinë, çështje të rëndësishme që vijnë në lidhje me punën. Peshqit dashur, duket se këtë javë mund t'ju ofrohet një punë shumë e mirë për ata që janë bankers ose kanë mirë me bankat, në krye të një banke. Do bëhen ndryshime sepse çfarë ndryshime ka këtë javë, se nuk e tham, ka të bëjnë me këto lëvizjet bankare, shitblerje të bëhen me bankat, do ndjojmë institucione të ndryshme, ndërshtetërore që ka këtë javë.
kemi gjëra pa u futur dhjetori, po gjithsesi jemi tek peshqit, sepse peshqit janë shej uji intuitiv. Kanë intuitën shumë të zhvilluar, lumë ata që do kenë peshk në rol drejtues dhe mirë ata që nuk do t'ia dinë vlerën dhe peshqit që kanë në lidhje me një shtatzani është më se mundur të ndodhi dhe është koha më mirë se e kërkojnë që do ta gjejnë në tokë. Po peshqit që më tepër që kanë një mundësi e kanë në lidhjen e tyre jetën e vazhdimësisë e kanë me virgjëresh. Mund vuajnë pak në dashuri me virgjëreshën, po e kanë të sepse virgjëresha kërkon shumë standarde, çik më lart se Europa. Nëse në Europë janë Shqipëri, këta po janë në Shqipërinë rurale. E kanë Europën, këta kanë nëpër botë, sepse virgjëreshtat e kemi thënë se këtu e kanë probleme virgjëreshtat, sepse aromat e mira janë shishe të vogla, do të thotë që kanë shumë gjëra që duhet në shumë procese që të arrihet diçka e mirë. Prandaj e kanë këta. Mirë, peshqve ju pëlqen kjo. S'kan intuitën dhe merren me këtë gjë dhe arrin me virgjëresht. Dhe ndikime pozitive janë fantastike dhe kanë dhe surpriza. Këto ishin pak a shumë për sa përket, pikërisht tifun muaj. Kur thua do ketë ndryshime, për çfarë ndryshime bëhet fjalë? Ndryshime pune, ndryshime në dashuri e kanë një njohje edhe këtë që edhe thonë pastaj nuk bashkëjetojmë më mirë. Bashkëjetesë, aty ndodhin shtatzani, nuk marr letra. Tefteri që i martuar. Po të mban kjo, edhe krijuesi kanë vetëm me vlerë për të jetuar ti dhe X-i. Edhe jem rregull. Po kur thua rrëmuj institucionesh, nuk për çfarë e ke fjalë? Jo rrëmuj, ka zhvendosje, ka ndryshime. Sepse kjo është kështu, kjo ka ikur kështu. Që ta vjen ta bin këtu, të jetë kështu. Po flasim për qeverinë apo? Po nuk ka lidhje qeveria se sa ka lidhje gjithë bota që do ndryshojë. Po flet në përgjithësi pra. Po përgjithësi, nuk ka lidhje se është. Por kur ka gjithë botë kemi edhe Shqipërinë tonë dashur. Po i kemi për të mirë. Është për të keq, kështu që pse të shqetësohen. Ndikimet janë në gjithë botën, po thua, po veçanërisht ne jemi të interesuar për Shqipërinë se ne atë duam. Jo, po ne jemi në BE, po se jemi kuptuar. Se jemi krijuar, Kështu thua. Po 1.000.000%. Ta garantoj këtë. Dhe kjo është ndikimi dhe favorizimi që ka të bëjmë. Po gjithsesi, jemi në kohën më të mirë të mundshme, kemi periudhën që neve ecim tani e tutje, po të vini re çdo gjë realizohet me kohën. Do thoni juve, po edhe më përpara, po do të them diçka që po të shikoni, nuk dua që të merrem me çështje politike, apo se nuk e marr asnjëherë kurrë në botë, sepse është njësoj. Sikur ti mund të jesh i drejtë për së drejtë, ose mund peshorja ndikon aty ku është, balanca, por këtu hidhet çik më tepër këtu, sepse është edhe bie kështu dhe e heq peshorën fare, e shoh me sy unë, në rregull. Atëherë çka të them ne ku e kisha me sy, po nuk e shoh me këtu. Atëherë është njësoj, themi, astrologjia, shoh kartën ja. Letra këto dashje, këtu kemi shumë gjëra këtu ne. Ose prit shofi çik këtu, e rregulloj këtu. Po e rregullon, prit. Atëherë nuk e marr. Prandaj nuk futemi në politikë. Në parashikimin, flasim një individ pastaj, nuk. Po e përgjithshmja, ndryshimet janë bërë dhe po bëhen. Çka keni dëgjuar ju nga një nëntori? E keni videon e tij, mund ta shikoni. Njerëzit të shikojnë, e ndjekin. 2025, në dhjetor 2025, do ta vendosim një video, do ta shikojmë se çfarë kemi thënë dhe ja ku janë. Jo se jam unë, s'jam asgjë. Po njerëzit. Kjo do të thotë pra që do kemi ndryshime. Edhe në vendet ku punojmë, edhe te institucionet e tjera, do presim ndryshime të mëdha. Po, mbi 70%. Por do i rezistojnë kohë njerëzit e drejtë që kanë pasur shumë probleme. E do ta marrin telefon, do t'i thonë hajde këtu. Që nuk ja pret mendja, sepse nuk ka forcën. Ndryshime të papritura. Ndryshime që ne as nuk i mendojmë që mund të ndodhin. Kur nuk i kemi menduar. Dhe kjo është e drejta. Interesante. Po, sepse drejtësia është nga lumej që ka. Një që ka vlera shumë të mëdha. Bie poshtë fare, nuk ekziston. Edhe çfarë do bëj X-i? Sepse do thotë, s'kam pse. Se edhe po të flas kot në gjire. Më mirë ri në shtëpi, punë e madhe, do ha bukmisri, do ha gruri. Po shqiptari është mësuar me bukmisri, kështu që ne nuk kemi asnjëherë krizë. S'kemi pas krizë këtë gjë. Sepse jemi mësuar e jemi më të skalitur. Sepse kur thot njëri që vin nga ferri, çka ka kaluar brezatan, ne jemi çfarë Evropa? Kush është Evropa? Evropa jemi ne. Pra ne thjesht duhet presim momentin për të shkëlqyer, sepse këto ndryshimet do ndodhin, por ne duhet jemi të paraprgatitur për të reaguar në mënyrë sa më që ajo që është për të ardhur keq, do ndjojmë lajme që disa njerëz është problem. Jorgo, kam dhe një pyetje të fundit. The pak më parë që ne kemi hyrë në BE, po s'po e kuptojmë. Tani, prej vërteti, pra, kur parashikon që ne do futemi në BE?
Viti më, dhe më thënë, cili mendon nga këto kalkulimet që bën, cili është viti më i mbarë për të... Kalkulimet e mia i kam bërë vitet të tëra, por do të themi, i vetëm i diçka. Më thuaj. Tani, ne do jemi shumë të gëzuar, se do futemi në beje, se mund të ta them, do vetëm kuptimin e mirë, do futet gjyshi jot, gjyshi im, baba im, baba jot. Se të rritë kanë ikur gjithë në beja. Edhe në beje, po çfarë beje? Kështu që çfarë presit bejet ne? Edhe hiç mos e bejemi. Prandaj nuk ka, vetëm se për filmos një letër. Letra filmos vetë, edhe hiç mos ketë boj, vetëm. Po mirë se ne akoma i kemi rinin, jemi akoma disa të rinë që jemi këtu, që ne duam patjetër. Jo, në be, a di ku ne jemi në be, a di ku të kemi filmosjen, se do vinë ata, pse të kam thënë jemi Zvicrë 2? Po ta kuptosh ti këtë, të kem thënë sepse ata që kanë vajtur, rinia jon do vi këtu, do punojnë këtu. Se ligjet që do vinë, nuk mundë unë që të jam në Amerikë, e thëmë në vendin tim do futet një jorgo tjetër, po është nga Australia, s'kemi çfarë të bëjmë ne. Nuk është jorgo i Shqipërisë, po është i Australisë. Do vinë ai tjetër atje. Nuk e lejon, nuk na lejon ADN-ja jon, dhe do vinë të gjithë njerëzit sado që pak do kenë. Do të shikoni se populluar njerëzit do kenë njerëz këtu Shqipëri. Dhe kjo do të thotë që është Zvicra e dytë. Lumaj që kupton, mira që abuzon me firmë, me vull Jorgo Pulla. Me gjitha të vitin s'po ma thua. Kush mendon që dhe jetë viti më i mbarë? Tani sigurisht ajo nuk varet totalisht për indikimeve planetare, sepse varet, planeti mund t'jetë shumë mirë, po su bë puna. Me gjitha të cili mendon që mund t'jetë një vit shumë i mbarë, që të punojnë të gjithë edhe... Po ta them, nuk e diskutoj, po jam mund mes të ekuacionit. Ta zgjidh, e do të them. Nuk e kemi një përgjigje sot, në rregull. Atëherë do ta marrim një moment të dytë dhe do zbulojmë se kur do të bëhemi pjesë e BE-s nga Jorgo Pulla me parashikimet e tij. Megjithatë erdhëm drejt fundit, Jorgo, një fjalë të fundit dhe të bëjmë mbylljen. Unë uroj një diell të mbar një herë dhe një fillim javë të lumtur. Siç e pat, është java e fundit nga kalendari, por e para në vazhdimsi të dhjetorit. Bini pas në çdo detaje. Shtëpi e bukuri, gazet lumturin familjen tuaj. Nga unë Adelina, uroj të keni kaluar një të diel sa më të këndshme dhe mos harroni shpërndani sa më shumë pozitivitet dhe energji pozitive tek gjithë njerëzit që ju rrethojnë. Një ditë sa më të mbar.